Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur, të nderuar pjesëmarrës, i nderuar shoqësia juaj, Presidenti i Republikës së Shqipërisë, zoti Bajram Begaj, i nderuar kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, profesor Mehmet Kraja, i nderuar zonës kryetari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, akademik profesor Vasil Tole, i nderuar Ministri i Ekonomisë dhe Kulturës dhe Inovacionit, Ekonomisë dhe Inovacionit, më falni zonja Adelina Ibrahimën, i nderuar përfaqësuese e UNDP-s në Shqipëri, zonja Randi Davis, i nderuar guvernatori i Bankës së Shqipërisë, zoti Gjergj Sek. Kam derën dhe kënaqësinë e veçantë që në emër të komisionit organizator të çelë zyrtarisht punimet e kësaj konference shkencore ndërkombëtare, që do zhvillohet gjatë 2 ditëve të ardhshme në ambientin akademik, simboli i dialogut, reflektimit dhe mendimit të lirë shkencor. Kjo konferencë përbën një akt të rëndësishëm në bashkëpunimin institucional dhe shkencor midis Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Një partneritet të tashmë përshkruar në një platformë të përbashkët kërkimore shqiptare dhe kujdet, përvoja dhe analiza shkencore ndërthurën shërtullon në shërbim të zhvillimit qëndrueshëm, integrimit evropian dhe përmirësimit të mirëqenies së qytetarëve tanë. Të nderuar pranishë, tema që na ka bashkuar sot në ditën e 53 vjetorit të themelimit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë është ndër më komplekse, më të ndërthurura dhe më vendimtare për të ardhmen e shoqërive tona. Ndryshimet demografike dhe dinamika e tregut punës si sfida të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe social në Shqipëri, në Kosovë dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në pamje të parë, duket se kjo temë mund të japi një vizion thjesht ekonomik apo statistikor, por në fakt ajo prek dimensionin njerëzor të zhvillimit. Sepse pas çdo numri që shohim në tabela apo grafik, pas çdo raporti qëndron një histori vërtet njerëzore, një njeri që largohet nga vendlimja, një familje që kërkon mundësi të reja, një profesion që zhduket dhe një profesion që lind, një komunitet që përpiqet të përshtatet me ndryshimin. Gjatë dekadës fundit Shqipëria, Kosova dhe shumë vende të rajonit ka përjetuar ndryshime të thella demografike, të cilat nuk vijnë vetëm nga largimi nga vendi, por edhe nga rënja e gjinshmërisë, nga emigracioni i vazhdueshëm i të rinjve, nga plaka graduale e popullsisë dhe ristrukturimi i tregut punës. Këto janë procese komplekse me shkaqe të ndërthurura ekonomike, sociale, kulturore, politike, që kërkojnë një analizë të thelluar të dhënat sakta dhe politika të menduara afatgjat. Kjo konferencë synon të ngrejë dhe të japi përgjigje disa pyetjeve thelbësore. A ndodhemi në prag të një krize demografike strukturore që mund të ndikojë potencialin e zhvillimit ekonomik në dekadat e ardhshme? Apo jemi një pjesë e procesit natyror, transformimi që lidhet me integrimin në Bashkimin Evropian dhe lëvizja e lirë e njerëzve, e dijes dhe kapitalit? Dhe më rëndësishme, si mund të shtrojmë këto sfida në mundësi politike dhe zhvillim qëndrueshëm? Përgjigjen ndaj këtyre pyetjeve nuk kërkon vetëm analizë statistikore, por vizion, bashkëpunim dhe integrim të njohurive ndërdisiplinore nga ekonomia dhe sociologjia, tek politikat e arsimit, teknologjia dhe fuqësimit. Të nderuar kolegë dhe miq, në të njëjtën kohë, tregu i punës global po përjeton transformime të tëra. Teknologjia, digitalizimi, automatizimi dhe inteligjenca artificiale po ndryshojnë natyrën e punës, strukturën e profesionale dhe mënyrën si matet produktivitet. Në këtë sfond dhe në vendet tona, duhet të përballemi me pyetje themelore. Si ta përgatisim kapitalin njerëzor për botën e punës?
cilat janë profesionet e të ardhmes, si duhet përshtatet arsimin universitar dhe ai profesional për të lidhur më mirë me nevojat e tregut, si arsimi shqiptar duhet të jetë më bashkëpunues dhe më me partneritet me universitetet europiane. A jemi duke investuar mjaftueshëm në kërkimin shkencor, inovacion dhe në aftësi digjitale? Të zhvillimi qëndrueshëm ekonomik fillon dhe mbaron me njeriu, me njohuritë, aftësitë dhe krijtarinë e tij. Po, për tek këtij dimensioni praktik, konferenca jonë mund të hapë debat më të gjerë mbi vetë kuptimin e zhvillimit. Në një kohë kur ekonomia globale përballet me pasiguri, me kriza energjetike, klimatike e gjeopolitike, është e domosdoshme të rishikojmë mënyrën se si e matim dhe e kuptojmë progresin. Zhvillimi nuk është vetëm rritje ekonomike, nuk është vetëm rritje e GDP-s, kontrolli i inflacionit apo bilanc tregtar. Zhvillimi i cilësisë së jetës, barazia sociale, arsimimi gjithëpërfshirës dhe stabiliteti institucional. Siç e kanë theksuar dhe novelistët e shquar Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi, progresi duhet të matet me aftësinë e njerëzve për të jetuar jetën që ata zgjedhin dhe e vlerësojnë. Ky koncept i zhvillimit njerëzor që sot është pjesë e paradigmës së Kombeve të Bashkuara dhe të politikave të Bashkimit Evropian na kujton se ekonomia është mjet dhe jo qëllim. Qëllimi është mirëqenia, dinjiteti dhe mundësia për të ndërtuar një shoqëri të drejtë dhe përfshirëse. Në këtë frym, kjo konferencë dëshiron të kontribuojë ide, analiza dhe rekomandime për politikat që vendosin njeriu në qendër të zhvillimit. Për politikat që nxisin kthimin e trupit dhe të biznesit në vendin tonë, përmirësimin e arsimit, zhvillimin rural, punësimin cilësor, kohezionin social në të gjithë rajonin tonë. Të nderuar pjesëmarrës, konferenca jonë do zhvillohet në 5 panele tematike dhe do të ketë 3 ligjërues kryesor me përvojë ndërkombëtare, zotin Volker Fraenkel, ekspert i lartë i zhvillimit ekonomik ndërkombëtar, doktor Sort Darbas, studios në Institutin Bruegel në Bruxelles, dhe profesor Will Bartlett, njohës i shuar i zhvillimeve ekonomike dhe sociale në Ballkanin Perëndimor nga Universiteti LSE në Londër. Pas sesionit parë, të sotëm punimet do të vazhdojnë në disa panele tjera tematike gjatë 2 ditëve të konferencës. Mbi 68 puntesa, profesor, studios dhe ekspert nga 10 universitete dhe institute kërkimore të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Sërit, do ndajnë me ne rezultatet e kërkimeve të tyre shkencore dhe propozime për politika të reja zhvillimore, të cilat do bëhen publike në një botim të plotë. Në këtë rast dëshiroj të shpreh mirënjohjen time dhe të sinqertë dhe respektin e thellë për të gjithë ata që kanë kontribuar në përgatitjen e kësaj konference, për kolegët e akademive tona, për bashkëpunëtorët kërkimor, për partnerët ndërkombëtar dhe për çdo studius që është bashkuar kësaj nisme me pasion dhe me përkushtim. Të nderuar miq, një konferencë e vetme nuk mund të japi përgjigje të gjithë sfidave që kemi përpara, por ajo mund të hedhë themelët e dialogut shkencor, të nxjisë bashkëpunimin ndërinstitucional dhe të krijojë hapësira për politika të reja të bazuara në dije. Në këtë mënyrë ne kontribuojmë për ndërtimin e një strategji kombëtare dhe rajonale të zhvillimit të qëndrueshëm, ku ekonomia lidhet ndush me arsimin, me punësimin, me inovacionin dhe me drejtësinë sociale. Ky është misioni ynë, kjo është rruga drejt një zhvillimi që respekton dinjitet njerëzor dhe ushqen shpresën për të ardhmen. Me këtë frym bashkëpunimi e reflektimit, kam deri të shpallë të hapur punimet e konferencës shkencore ndërkombëtare, ndryshimet demografike dhe dinamika e tregut punës, sfidat e zhvillimit qëndrueshëm ekonomik në Shqipëri, në Kosovë dhe në rajonin. Ju falenderoj për vëmendjen dhe uroj punime të pritshme e me ndikim të qëndrueshëm shkencor dhe shoqëror. Dhe tani fjalën e ka të shëndetur konferencën kryetari Akademisë së Shkencave të Republikës Kosovës, akademik profesor Mehmet Kraja. Fjala për ju. Të nderuar miq, zoti president, titullar të institucioneve, lejoni të sfarim përshëndes me emër të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, organizatorët të pjesëmarrësit të kësaj konference, të cilët kësaj radhe të bindjen time me kurajë dhe të praktësi, gjykimi,
kanë marrë në shqyrtim një problematikë, si që dhe tregu i punës, se cila ka figuar të bëhet në çështjen për shumicën e shteteve të Evropës, përfshirë dhe shtetet e rajonit Ballkanit Perëndimor ose jo tamam perëndimor. Unë i takoj asaj kategorie të njerëzve të cilët për prej kohësh janë quajtur superstrukturë, kështu që nuk marrë pjesë as në krijimin e pirave materiale dhe as në shpërndarjen e tyre. Pra për bindjen time unë nuk përfshihem në asnjë kategori ekonomike përveç se në atë të konsumit. Por ky fakt nuk më përjashton dhe nuk ndalon të ndihemi përgosur për trendet e fundit që kanë filluar të marrin hovë, se i përket situatës jashtëzakonisht përgosur në raportet e zhvillimit ekonomik, të prodhimit të mirave materiale me subjektet që marrin pjesë në krijimin e kësaj baze materiale dhe që ju i quheni pjesëmarrës të tregut punës. Është një gjë që dihet tashmë se substanca populative e të gjithë shteteve të Evropës është në rrudhje, diku më shumë dhe diku më pak. Është po ashtu e dikur se shumë shtete, shumë qeveri të Evropës tashmë kanë hartuar projekte për përmirësimin demografike, për ndërprerjen e trendit negativ demografik dhe pastaj edhe për rikthtimin e treguesve pozitiv, jo vetëm në raport me tregun e punës, që paraqitet një faktor shumë i rëndësishëm, por edhe në raport edhe me treguesit të tjerë që mund të definohen si faktori sigurisë, të mirëmbajtjes materiale, të shoqërive në të nivel të mirëqenies. Në pak më ndryshe, shoqëritë evropiane po rrullen, substanca e tyre po zvogëlohet me një ritëm të shpejtë dhe kjo rrethman do të sjellë pashmangshëm dhe të tjera edhe stagnimin në rrjetin ekonomike. Por nuk është vetëm kjo. Ekonomia ka forcën e saj dhe ajo është fuqia e mjaftueshme për të krijuar një treg pune dhe në kushte të mungesës së fuqisë punëtore autoktone burimore. Madje edhe në kushtet e një demografie që dominohet nga plagja e popullsisë dhe mortaliteti. Ekonomia, si në shumë raste të tjera, edhe në rastin e tregut të punës është arbitrare, e pamshirshme, prandaj ajo do të veprojë sipas logjikës së saj jo identitare, ndërkohë që shoqëritë e zhvilluara europiane tashmë kanë zhvillur me procesin e zhbërjes identitare. Migrimet e popullsisë kanë qenë fenomeni natyrshëm që nga parihistoria. Pyetja çfarë është shtrirja gjeografike e popullit indo-europian, verse një lindje perëndim, e cila duket sikur nuk ka përfunduar ende. Edhe sot, të gjitha krahasimet e gjuhëve indo-europiane për të quajtur indo-europiane bëhen me sanskrishte. Natyrisht që as shoqëritë ballkanike nuk gëzojnë imunitet ndaj këtij fenomeni. Madje ato po jetojnë tani fazën paralelse të zhbërjes identitare për shkak të emigrimeve në përmasa të gjithë matonditëse. Ndërkohë që shoqërive të zhvilluara europiane as i u shkon mendja të pyesin për zvogëlimin e ndjeshmëri të kombeve ballkanike, ato manifestojnë shqetësime të tjera. Si t'i adaptojnë më lehtë dhe t'i naturalizojnë më shpejt kombet e reja që synohen të përfshihen në familjen evropiane dhe nuk mendojnë pse kombet e vogla ballkanike ose jo, tashmë janë kthyer në minoritete të rrezikuara të Evropës. Prandaj, siç mund të jeni të shqiptar, kombet e zhvilluara evropiane merren vetëm me naturalizimin sa më të shpejtë të migrantëve. Naturalizimi është eufemizëm për asimilim. Pra, me një përfshirje të tyre sa më pak identitare në shoqërinë perëndimore, teksa nuk do të merren ndonjëherë me zbrasirën që lën prapa ato në ata pra e kanë për emigrantët, në garantet për të krijuar balanset e tregut të punës në ekonominë evropiane ose në atë globale. Ata do të bëjnë programe për shoqëritë evropiane, do të bëjnë programe për naturalizimin e Ballkanës, por nuk do të bëjnë programe për parandalimin e migracionit për rënimin e baraspeshjes demografike në vendet e Ballkanit. Sekondëri, lufta e heshtur midis programeve evropiane për naturalizim, asimilim të emigrantëve ballkanik dhe programe ballkanike për parandalim të migrimeve zhbërëse do të vazhdojë edhe për shumë kohë, me një parashenjë të njohur se ballkanësit kësaj radhe po e humbin, janë humbës, do të dalin humbës. Njësoj si dikur nga perandoritë e mëdha, jo me bordhi kalorësh tani,
por me fuqi ekonomike dhe me tregun e lirë. Sepse Europa, ju e dini më mirë se unë, tashmë ka hyrë në fazën e hegemonisë agresive në një kohë që Ballkani ditë ditës po nuk të ndërtej. Ju falenderoj. Tani kanë në ka kryetarja akademisë e Republikës së Shqipërisë, Akademik Nasim Papa. Shëndetje, nderuar shqiptësia e Kuvajt, zoti presidenti i Republikës Bayram Begaj, nderuar kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, akademik Kreades dhe kryetari Justina Pule, nderuar guvernator Seko, nderuar zëri Ibrahim, ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit, nderuar zëri Alendi Davis, përfaqësuese e përhershme e Produktit të Shqipërisë, nderuar akademik Angjeli, nderuar kolegë akademik, profesor, studiues, nderuar të pranishëm. Është nderi veçantë që sot përshëndes këtë konferencë shkencore, e cila i kushtohet në teme të ndjeshme e me rëndësi strategjike për të ardhmen e vendeve tona dhe të rajonit. Në emër të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, do të falenderoj Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës për bashkëpunimin e ngushtë e të fuqishëm, si dhe të gjithë studiuesit, organizatorët dhe pjesëmarrësit, të cilët në punën dhe angazhimin e tyre e bën të mundur këtë konferencë. Do të falenderoj veçanërisht universitetet partnere në organizimin, pjesëmarrjen dhe kontributet shkencore të rëndësishme që ato sjellin. Në dekadat e fundit, realiteti demografik i Shqipërisë, Kosovës dhe rajonit tonë ka ndryshuar rrënjësisht. Popullsia është në kurje, ritmet e lindshmërisë janë ulur, emigracioni masiv i të rinjve ka sjellë boshatisje në shumë zonave dhe humbje në potencialeve të vlefshme njerëzore. Paralelisht, tregu i punës është përballur me sfida të reja, ndërto mospërputjen mes ofertës dhe kërkesës, nevoja për aftësi të reja profesionale, presionet e teknologjisë dhe digitalizimit, profesionet e reja si dhe nevoja për politika të qëndrueshme e eficiente që të mbajnë e të vlerësuar të lidhur kapitalin njerëzor me vendin. Këto dukuri nuk janë thjesht çështje statistikore, por janë faktorë të drejtë të shpëllimit apo pengesave në rrugën drejt progresit. Për këtë arsye, analizimi i tyre kërkon jo vetëm qasje shkencore akademike, por dhe vizion strategjik të mbështetur në praktikat më të mira europiane dhe ndërkombëtare. Në Bashkimin Evropian, Akademitë e Shkencave dhe institutet kërkimore janë aktor aktiv në aktimin e politikave publike. Veçanërisht në fushat e zhvillimit të qëndrueshëm, politikave më të rëndësishme publike, menaxhimit të trendeve demografike, integrimit të tregut punës dhe inovacionit në formimin profesional e shkencor. Pikërisht, kjo konferencë është dëshmi e përkushtimit tonë të përbashkët, për të vendosur dijen dhe kërkimin shkencor në shërbim të shoqërisë. Përballë sfidave të sotme, akademitë nuk janë vetëm institucione të traditës, por edhe institucione të rëndësishme rekomanduese e këshilluese që me rolin e tyre shërbejnë si ura mes shkencës, politikës, mes dijes dhe vendimarrjes. Kjo është një praktikë që e gjen në gjitha vendet europiane dhe që po bëhet gjithnjë më shumë pjesë e vizionit tonë për akademinë si partner strategjik të shtetit dhe të shoqërisë. Të nderuara zoja dhe zotrinj, ky forum shkencor i përbashkët i dy akademive tona ka një vlerë të shumëfishme. Ai është një hapësirë shkëmbimi i idesh mes studiuesve të fushave të ndryshme, është një shembull bashkëpunimi mes institucioneve shkencore të hapësirës sonë bashkëkombëtare dhe një model për mënyrën se si dijet dhe analiza shkencore mund të kontribuojnë në vendimarrje më të informuara. Ne jemi të vetëdijshëm se përmasat e sfidave demografike e ekonomike janë të tilla që nuk mund të adresohen vetëm nga një vend apo nga një institucion i vetëm. Ato kërkojnë një qasje të koordinuar, një dialog rajonal dhe një bashkëpunim të vazhdueshëm me partnerët ndërkombëtar. Në këtë kuptim, konferenca e sotme, e dyta pas asaj të mbajtur në Prishtinë në vitin 2023, nuk është vetëm një analizë e gjendjes sonë, por dhe një pjesë e kontributit tonë të përbashkët në debatin më të gjerë europian e ndërkombëtar mbi zhvillimin e qëndrueshëm. Prandaj, le ta shohim këtë konferencë jo vetëm si një ngjarje akademike, jo vetëm si një forum shkencor analizues, propozues e rekomandues politikash e masash drejt një rritje ekonomike e zhvillimit sa më cilësor, por edhe si një hap të rëndësishëm drejt ndërtimit të një platforme të përhershme, bashkëpunimi mes shkencës dhe politikës, mes Shqipërisë dhe Kosovës, si pjesë e një hapësire të përbashkët kulturore, shkencore e zhvillimore. Uroj që diskutimet, referimet dhe debatet në të gjitha panelet tematike të konferencës të japin fryte të prekshme
ide të reja, vizionet të bashta, rekomandimet dobishme për institucionet dhe politikë bërësi, sepse ardhmja e shoqërive tona nuk mund të ndërtohet mbi improvizime të momentit, por mbi dijet që ndryshme, mbi mendimin shkencor dhe mbi përkushtimin ndaj brezave që vijnë. Kjo konferencë i shërben integrimit të ekonomive shqiptare në rajon. Ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe ju uroj punë të mbarë suksese në këtë konferencë të rëndësishme. Ju falenderoj. Faleminderit zotit Tole, dhe tani kam kënaqësinë t'jap fjalën presidentit të Republikës, shkëlqësisë së tij, zotit Perandej. Fjala për ju zotit. Ndërte gjithë, para pak kohësh mora pjesë në ceremoninë hapëse të fillimit të vitit të ri shkollor. Jo shumë larg nga Tirana. Në fakt, u kënaqja nga prania e nxënësve, por jo nga fakte që mund ta ndajë. Numri i nxënësve në shkollë ishte paksuar. Klasat kolektive ishin prezente, në rrugët e zonës nuk ishte më gjallëri, ishte rini, dhe ishte shtuar mosha e tretë që nuk mund të punon. Pra, demografia është fakt, dhe trajtimi i sfidës së demografisë me përgjegjësi dhe seriozitetet sot është pak vonë, por duhet bërë sot, sepse ndoshta nesër mund mos ketë mundësi të bëjë. Të nderuar akademik, studiues dhe pjesëmarrës, të nderuar kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, të nderuar të huaj të pranishëm, zëvendës kryetari i Akademisë Shkencave të Shqipërisë, akademik Angjeli, të nderuar ministri, të nderuar guvernator, të nderuar miqë të ftuar. Është kënaqësi jem sot me ju në këtë konferencë të përbashkët të dy akademive, Akademisë Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë Shkencave të Kosovës. Do t'ju përgëzoj për këtë nisë që bashkon mendimin shkencor dhe institucional për të analizuar një nga sfidat më të mëdha të zhvillimit tonë, demografi, tregun e punës dhe ndikimi i tyre në ekonominë e vendeve tonë. Tema e konferencës, vështirë në fakt se do të ishte më e rëndësishme dhe më me vend, po të kemi parasysh zhvillimet e tanishme dhe ato të pritshme demografike. Ato prekin themelët e shoqërisë sonë, sigurinë, familjen, punësimin, mirëqenien dhe perspektivën zhvillimore. Prekin të ardhmen tonë. Parashikimet e Kombeve të Bashkuara mbi numrin e popullsisë në vendet e rajonit tonë janë pesimiste dhe realiteti i sotshëm po e konfirmon. Sot Shqipëria, Kosova dhe Ballkani Perëndimor po përballen me një tranzicion demografik. Popullsia po zboglohet të plaket për shkak të rinjshmërisë së ulur të emigracionit, si dhe po përqendrohet gjithë më shumë në qytetet e mëdha, si pasojë e emigrimit të brendshëm. Këto zhvillime demografike ndikojnë drejt për së drejtë në tregun e punës. Në një anë mungon fuqia punëtore aktive, por nga ana tjetër pavojësia e rinjve mbetet e lartë. Kjo kontradikt është një paradoks në fakt. Një paradoks që kërkon politika të reja, vizionare dhe avantgjarde. Ndërkohë, tregu i punës ka nevojë, ka kërkesa të mëdha për punonjës me aftësi të reja në teknologji dhe informacion, në shërbime të specializuara, në inovacion. Ky është një ndryshim strukturor në fakt, që kërkon përgjegjësi në menaxhim, që zhvillimi të ruajë karakterin social dhe kohezionin kombëtar. Zhvillimet negative demografike nënkuptojnë sfida serioze, jo vetëm për ekonominë, por edhe më gjerë, për sigurinë tonë kombëtare.
Ato sjellin uljen e bazës ekonomike dhe tatimore të shtetit, uljen e aftësisë prodhuese të fuqisë furtore dhe mbikëqarkojnë sistemet e pensioneve dhe ato të shëndetësisë. Shpopullimi i zonave rurale dhe kufitare dëmton kohezionin social dhe kontrollin territorial, ndërsa emigracioni i të rinjve zvoglon kapitalin njerëzor dhe kapacitetin mbrojtës të vendit. Të nderuar pjesëmarrës, ndryshimet demografike dhe dinamika e tregut punës janë tregues të drejtimit që po merr e ardhmja jonë. Nëse i kuptojmë drejt dhe i paraprim këtyre ndryshimeve me strategji afatgjate dhe politika të mirë menduara e të koordinuara, ato mund të kthehen nga sfida në mundësi. Vlerësoj faktin se në Shqipëri dhe Kosovë janë hartuar dhe po zbatohen strategji dhe politika afatgjate. Ato promovojnë rritjen e lidhshmërisë, përmirësimin e cilësisë së jetës, kujdesin ndaj të moshuarve, si dhe integrimin e faktorëve demografik në planifikimin ekonomik kombëtar. Vëmendje kushtohet edhe aftësimit të fuqisë punëtore, reintegrimit të qytetarëve të kthyer nga emigracioni, prenimit të braktisjes së zonave rurale dhe përdorimit të diasporës për investime dhe zhvillim të qëndrueshëm në vend. Por politikat dhe strategjitë duhen jo vetëm të zbatohen në përpikmëri e pavonesa dhe efektshmëria e tyre duhet matur. Duhet matur dhe ndjekur me kujdes. Parashikimet pesimiste dhe aktualiteti shqetësues demografik tregojnë se nëse vonohemi apo gabojmë sot, nuk do të kemi një mundësi apo shans të dytë nesër. Sfidat demografike tregut punës janë kombëtare e rajonale dhe përvoja e suksesshme e vendeve të tjera tregon se ato mund të përballohen më lehtë nëse ka bashkëpunim, nëse ka integrim dhe zhvillim ekonomik. Në këto kushte, bashkëpunimi midis Shqipërisë dhe Kosovës, integrimi rajonal dhe procesi antarësimit në Bashkimin Evropian marrin një kuptim të ri. Bashkëpunimi në të gjitha fushat mes Shqipërisë dhe Kosovës dhe shqiptarëve në rajon duhet të jetë prioritet. Së bashku mund të krijojë më shumë mundësi, më shumë qëndrueshmëri dhe më shumë shpresë për krimin tonë. Ne kemi nevojë për një treg më të bashkuar, më të koordinuar, dhe që i gjithë rajoni të bëhet tërheqës për investime dhe projekte të përbashkëta zhvillimi. Në këtë kontekst, procesi i integrimit evropian mbetet rruga më e qëndrueshme për zhvillimin e afatgjatë dhe zbut disa shkaqe të emigracionit. Sfidat me të cilat përballemi janë shumë të ndërlikuara dhe të pamundura për të përballuar vetëm. Sot më shumë se kurrë, bashkëpunimi midis politikë bërësve, ekspertëve, institucioneve shkencore dhe sektorit privat është mjaft të rëndësishëm. Ne kemi nevojë për ide të guximshme, për politika të bazuara në dije, në kërkim shkencor që udhëheq vendimarrjen dhe për një përgjegjësi që shkon përtej të sotshmës. Zhvillimet demografike, dinamikat e tregut punës dhe zhvillimi ekonomik janë të ndërlidhura. Ato ndikojnë dhe ndikohen nga njëra tjetra. Kjo bën të vështirë identifikimin e problemit. Uroj që kjo konferencë të arrijë suksese dhe të mund të ofrojë propozime konkrete që merren me shkaqe dhe jo me pasojë. E ardhmja e Shqipërisë dhe e Kosovës do të varet nga aftësia jonë për ta fituar këtë betejë. Kjo është sfida e brezit të sotshëm dhe përballimi i saj me sukses është detyrimi ynë për brezit e ardhshëm. Ju falenderoj për vëmendjen dhe për kontributin tuaj të çfarë. Falenderoj zoti president. Dojmë shëndetje. Të nderuar pjesëmarrës dhe autor, kam knaqësi të ftoj zonjën Delina Ibrahimaj, Ministër për Ekonomisë dhe Inovacionit. Mirëmëngjes të gjithëve, nderuar president, nderuar guvernator, nderuar akademik, është kënaqësi e madhe që të jem sot këtu për të folur për një temë të rëndësishme, madje një temë thelbësore për zhvillimin e vendit dhe për të ardhmen tonë të përgjithshme. Kjo temë
Nuk lidhet vetëm me ndryshimet demografike, lidhet me ndryshimet e rrugë punës, me zhvillimin ekonomik në rajonin tonë dhe mbi të gjitha lidhet me aftësinë tonë apo me planet, projektet, politikat që ne gjithë bashkë duhet të ndërtojmë në të ardhmen për t'u përshtatur ndryshimeve që po ndodhin, të cilat janë me ritme të paprecedentuara. Shqipëria, si shumë vende të tjera përpara nesh, ka filluar të vuajë smundjen e zhvillimit. Dhe plagë e rrotullsisë është një nga smundjet kryesore nga të këqijat që vijnë bashkë me gjithë të mirat që vijnë me zhvillimin. Plagë e rrotullsisë, rënja e linçmërisë, emigracioni i vazhdueshëm të rinjve janë gjithë element që na prekin ne si politikbërës, na shqetësojnë ne si studiues, na shqetësojnë ne si qytetarë, pasi nuk mund ta shohim zhvillimet e të ardhmen në një afat shkurtër, në një mandat qeverisës në pozicionin e përfaqësuesit të qeverisë, por do ta shohim në një afat gjatë, do të them dhe më parë në fjalimet më parshme që projeksionet për 50 vjeçarin e ardhshëm, qoftë të Kombeve të Bashkuara, por edhe të Institutit Statistikave, flasin për vijimësi të rënies të trendit të rënies të popullsisë. Janë gjithë element që pa diskutim janë, siç thash, një dukuri e pa evitueshme në një drejtim, pasi fatmirësisht jetëgjatësia është rritur, por fatkeqësisht lëndshmëria ka rënë. Nga ana tjetër, emigracioni është një dukuri të cilën sado politika apo masa mund të marrë për ta planuar me procesin tonë, me rrugtimin tonë drejt integrimit evropian, është një dukuri e cila është e pashkëndshme, pasi në bazat e themelit të bashkëpunimit ekonomik të Bashkimit Evropian dhe të vendeve anëtare të tij është pikërisht lëvizja e lirë e punës, që lidhet në mënyrë të pandashme me emigracionin. Ndaj, duke marrë parasysh të gjitha këto dukuri, është e rëndësishme që ne të ulemi dhe të diskutonim gjërësisht dhe ku më mirë sa në një midis akademikësh, se çfarë masash duhet ndërmarrin në qëllim përballimin e dukurive të cilat nga një anë janë të pavitueshme, por nga ana tjetër mund të parandalohen apo të shfrytëzohen në më të mirën e mundshme. Shqipëria, siç thash, këto trende po i përjeton, këto trende sigurisht ndikojnë drejt për drejt në tregun e punës, në ofertën e fuqisë punëtore, në produktivitetin e ekonomisë dhe në qëndrueshmërinë edhe të skemës sonë të mbrojtjes sociale. Nëse nuk e analizojmë në kohë dhe nuk veprojmë me vizion, këto zhvillime do të përkthehen në një ekonomi më të ngadalët dhe në një shoqëri më të ndarë. Por nëse i qasemi me inteligjencë në bashkëpunim, ato mund të bëhen shtysa për transformim, për rritje të ndryshme dhe për modernizim të modeleve tona ekonomike dhe sociale. Jo pa qëllim, qeveria shqiptare ka vendosur që brenda një ministrie të vendosë dhe punën dhe ekonominë, por dhe inovacionin. Të reja dhe rësit që inovacioni sjell, zhvillimet digjitale, automatizimi i proceseve, përdorimi i inteligjencës artificiale janë gjithë elementë të parë në kujdes dhe të ndërtuara me kujdes, qoftë në integrimin e tyre në aktivitetin ekonomik të vendit, qoftë në integrimin e tyre në bizneset private me qëllim që kërkesa për krah pune të jetë sa më ulët dhe produktiviteti të rritet në mënyrë që ndikimi që plagë e rrotullsisë të ketë në ekonomi të jetë sa më i ulët, pra të mitigohet disive. Digitalizimi, siç thash, automatizimi janë zgjidhja që ne kemi përpara drejt kësaj sfide që kemi. Dhe nganjëherë sfidat na bëjnë që të përshpejtojmë marrjen e masave me qëllim përballimin e tyre. Kjo kërkon qasje të re politike, një qasje që në fakt, siç thash, ne e kemi brenda një ministrie, një qasje që e lidh arsimin me trajnimin profesional, me inovacionin, me punësimin, në një sistem të vetëm dinamik dhe elastik. Me këtë frym, ne kemi marrë hapa konkret për të forcuar lidhjen midis arsimit dhe ekonomisë reale. Kemi përgjithësuar kurrikulat profesionale, janë zhvilluar programe të reja për aftësi në energji të rinovueshme, në sigurinë kibernetike, në turizëm, në teknologji informacioni, ndërsa bashkëpunimi me biznesin është bërë tashmë pjesë e qeverisë së arsimit profesional.
Nga viti i kaluar ne kemi filluar gjithashtu të testojmë, të pilotojmë sistemin dual të arsimit profesional, i cili e ndërlidh më së miri ofertën e arsimit profesional me tregun e punës. Në të njëjtën kohë jemi në pritje të rezultateve të analizës kombëtare të nevojave për aftësi, e cila shumë shpejt do të publikohet, do të na japë një panoramë më të qartë për profesionet në mungesë, për bashkëpunësit në aftësi, për një bazë të fortë, do të bëjë një bazë të fortë për politikat e bazuara në evidencë. Një nga mësimet më të rëndësishme të kohës tonë është se arsimi nuk përfundon me diplomimin. Puna dhe arsimi janë pjesë e një cikli të pandarë që kërkon mësim të vazhdueshëm, rikualifikim dhe përmirësim të aftësive. Në këtë drejtim po promovojmë një kulturë të nxënit gjatë gjithë jetës me programe në aftësi digjitale, me soft skills, me njohuri të thjeshta dhe që përfshin mikrokualifikime që u japin njerëzve më shumë fleksibilitet për të zhvilluar profesionalisht. Në partneritet në sektorin privat, po zgjerojmë aksesin në trajnime praktike, ndërsa digitalizimi po bëhet gjithmonë më shumë një proces gjithëpërfshirës. Nëse duam të ndërtojmë një ekonomi qëndrueshme, duhet ta fillojmë me rinimin. Dhe në fakt hapësira që ne të zhvillojmë më shumë dhe të punojmë më shumë, të argëtojmë më shumë politika është aty, pasi norma më e lartë e vapunësisë është në fashën e të rinjve, ato që janë deri në 25 vjeç. Nëpërmjet programit të garancisë rinore, i cili do shtrihet në nivel kombëtar deri vitit 2025 brenda fundit të vitit, ne po ndërmarrim një hap të rëndësishëm në këtë drejtim. Programi synon që të gjithë të rinjt që janë jashtë arsimit, punësimit apo trajnimit do të marrin një ofertë konkrete pune, trajnimin apo arsimin brenda 4 muajve. Ky është një angazhim i cili është bashkë angazhim dhe synimi në ne që deri në vitin 2030 ne të ulim ndjeshëm përqindjet e të rinjve që janë jashtë sistemit të arsimit dhe të punës. Sfidat demografike sigurisht nuk njohin kufi shtetëror, unë thash më parë, janë përtej Shqipërisë dhe Kosovës, janë sfida me të cilat u përballet e gjithë bota, apo paktën pjesa e zhvilluar e botës. Dhe janë sfida të cilat ne së bashku do të analizojmë dhe të shohim si potencial për të përballur nëpërmjet zhvillimeve, për të harmonizuar politikat me eksperiencën e hyrë të kërkimit dhe për të pasur projekte të përbashkëta për më shumë arsim, inovacion dhe punësim. Jam e bindur se vetëm nëpërmjet partneriteteve ne mund të ndërtojmë një treg inovues, gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm, të aftë për të balluar sfidat demografike, teknologjike dhe të kthejë të gjitha sfidat në mundësi. Unë falenderoj shumë për organizimin e kësaj konference kaq të nevojshme dhe kaq të dobishme dhe jam e bindur që të gjithë diskutimet që do të bëni gjatë kësaj konference do të jenë të frytshme, do të na shërbejnë për të hartuar sa më mirë planet pune dhe politika për të qasur të gjithë së bashku drejt sfidave. Uroj shumë që ajo që u tha pak më parë të jetë e qëndrueshme, pra që në vijim të kësaj konference të ngrihet një grup pune i qëndrueshëm, i cili të bashkëpunojnë kushtësisht me gjithë institucionet që merren me këto probleme dhe këto procese dhe siç thash të gjithë bashkë të përballojnë sfidat. Shumë faleminderit edhe një herë për ftesën dhe suksese. Dhe tani eksploroj Tonio Randy Davis, përfaqësuese e përhershme të luajtë realizimit. Good morning. Your Excellency President, very honored to be here and open this very distinguished conference with you. Minister, it's very nice to be partnering with you and to be here with you today. Let me recognize the Governor, the Rector, all the members of academia, researchers. Really, it's humbling to speak in front of you because I know that you know these topics in great detail. So I want to thank you very much for having me here today. It's a privilege to join you on this conference to discuss democratic changes in labor market dynamics. This is a topic which is of pressing concern for the country,
the region, and extremely pertinent to the work that we do at United Nations Development Program. We heard this morning reference to how critical the topic is, not just for the labor market, but for human development, well-being, dignity, decent work, all the values that we at the United Nations share with the government of Albania. Definitely Albania and the Western Balkans face rapidly evolving demographic and labor market realities that demand both foresight and innovation. So I was very happy to hear that the minister referenced her work bringing together economics and innovation, because these really do go hand in hand, and increasingly so as we look towards the future. The latest census confirms that the population in Albania has declined by about 400,000 people since 2011. A shift which we heard earlier is due to low fertility rates, continued emigration, and particularly concerning outward flow of migration of working age citizens. So as a consequence, we see a shift where the share of the aging population is rising. And I understand that these statistics estimate that by 2050, if there's not a reverse in this trend, nearly 1 in 4 Albanians will be above 65. While this trend affects labor market participation, it also has broader implications for other aspects of the economy, notable pensions, healthcare needs, and how to locate healthcare and care services. And of course, we've mentioned overall productivity. And this demographic transition with fewer young people entering the workforce and more older citizens remaining active requires an economy that adapts and a society that supports resilience across generations. So while young, educated Albanians are migrating in search of economic activities that match their aspirations, we also know that Albania is now increasingly bringing in foreign labor to address work gaps in construction services, agriculture sectors. And this needs to be something that we bring also into the topic of debate, because it also has service needs and implications on human well-being. Having said that, I think one of the most interesting statistics that I have seen is the rise in the employment rates of people over 65. And while there are negative reasons for this, there are also many positive reasons, including the fact that people live longer, they want to contribute, and there are opportunities in society to do this. So these trends as a whole underscore a fundamental necessity for the country, and in fact the region, to optimize the use of its full human capital across all age groups. I was happy to hear the reference to lifelong learning. And overlaying these demographic and labor market dynamics is what we heard earlier, the accelerating transformation of work itself. Globally and in Albania, there are new forms of work, including freelancing, performance-based jobs, hybrid jobs, remote jobs, IT jobs, AI jobs, I could go on, digital jobs. But I think that this is in fact a terrific opportunity to attract and retain young talent, both in the country, in the region, and even globally. I will just say anecdotally that I've been incredibly impressed when I go to visit some of the high schools that have been, we have supported here in the country, and I meet with young people. They have aspirations, they're multilingual, they're technologically savvy. You have in this country all the ingredients to have a very successful economic model that is relevant for a future digital and AI-based economy. And I think that the challenge for us as development actors and policymakers is how to really galvanize those opportunities.
So let me say that at UNDP, we are proud to partner with the government of Albania, the European Union, and other international partners to turn demographic and technological disruptions into opportunities. We have aligned our work with the National Development Agenda, and we are delivering programs that strengthen vocational education, expand employment opportunities, and integrate inclusive financing mechanisms for entrepreneurship. Our projects equip young people with practical, future-oriented skills, linking them with decent jobs and entrepreneurship pathways. And recognizing the realities of the aging population, we are helping to redesign community-based care models that also provide opportunities for recognizing the work that many aging people already do and many women already do, and bring them into a professionalized, recognized labor market. So in summary, we believe that these demographic and technological transitions are opportunities as well as challenges, and we stand ready to partner with you. I am really inspired by the agenda for this next 2 days. I wish I could sit and listen to all of the presentations. These are challenges we're grappling with in the country, in the region, and even globally. And I want to just recognize the work that's gone into making this conference, and I wish you very good discussion. Thank you. Konferencë do të diskutohen tema të ndryshme të ekonomisë, të strukturave ekonomike, televizies si pozitive. Të gjitha do të diskutohen në forma dhe nga aspekte të ndryshme. Prandaj do të ballafaqohemi me sfida. Prandaj nuk mund të eliminojmë këtë sfida apo këtë dituri nëse nuk do të kemi hipergrafje nga guvernatori i Bankës së Shqipërisë dhe guvernatori i Republikës së Kosovës. Prandaj ftoj guvernatori Jens Seko. Nderuar shëqësia juaj Presidente e Republikës, nderuar Ministre e Ekonomisë dhe Inovacionit, nderuar akademikë, profesorë, miq të nderuar, ndjem i privilegjuar që sot përshëndes këtë konferencë të rëndësishme dedikuar ndryshimeve demografike dhe dinamikave të tregut të punës. Një tematikë kjo e cila sjell ndikime të qëndrueshme për ekonominë tonë, sjelljet tona fiskale dhe monetare, si dhe për mirëqenien e afatgjat të Shqipërisë, Kosovës dhe të Ballkanit Perëndimor në tërësi. Ky diskutim natyrisht që vjen në kohën e tij. Takohemi në një periudhë kur ekonomia botërore përballet me pasiguri të shtuar. Fondi Monetar Ndërkombëtar vlerëson se rritja globale do të mbetet më pak se mbi 3% në vitet e ardhshme, dukshëm në mesataren historike si pasojë e dobësimit të tregtisë, të investimeve dhe të produktivitetit ndërkombëtar. Për shkallëzimin e tensioneve gjeopolitike për shkak të konflikteve me Europën lindore dhe të paqëndrueshmërisë në lindjen e mesme, vijon të trazojë zinxhirët e furnizimit të tregjeve dhe të energjisë së bashku. Për ekonomitë e vogla dhe të hapura si rejona, këto zhvillime janë edhe më përcaktuese pasi ndikojnë në prurjen e kapitalit, kërkesën e jashtme dhe koston e financimit. Në një mjedis të tillë, pak çështje janë më domethënëse për qëndrueshmërinë, se sa gjendja e tregjeve tona të punës dhe themelet demografike që mbështesin ato. Sa i përket kuadrit kombëtar, ekonomia e Shqipërisë vjen të shënojë një suri të mirë fatmirësisht, rritja mbetet pozitive, papunësia është e ulët, inflacioni është në kontroll dhe sistemi financiar qëndron i qëndrueshëm dhe fitimprurës. Megjithatë, prirjet afatgjata paraqesin sfida serioze. Për të siguruar mirëqenien dhe stabilitet të qëndrueshëm, nevojitet të adresojmë disa çështje kyçe si rritja e produktivitetit,
përshtatja me risit teknologjike, përfshirë këtu dhe zhvillimin e madh të inteligjencës artificiale dhe digitalizimit, si dhe kufizimet në burime, veçanërisht ato që lidhen me tregjet e punës. Këto çështje duhen analizuar edhe përmes prizmit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Qinjet tanë ndajnë aspiratat e ngjashme. Antarësimi në Bashkimin Evropian do të kryejë mundësi të reja për tregtim, investimet dhe konvergjencën institucionale. Ai do të rrisë produktivitetin, do të përmirësojë klimën e biznesit dhe do të ulë pabarazit që ushqehen nga emigracioni. Megjithatë, duhet të analizojmë edhe sfidat e mundshme. Përvoja që tashmë njohin nga zgjerimet e mëparshme tregojnë se integrimi mund të përshpejtojë lëvizshmërinë e fuqisë punëtore, veçanërisht të rinjve dhe punonjësve të kualifikuar drejt vendeve anëtare me ekonomi më të zhvilluara. Për vende që tashmë përballen me presione demografike, kjo dinamik mund të rrisë edhe më shumë presionin mbi tregjet e brendshme të punës. Dualizmi është i qartë. Nëse nuk shoqërohet me politikat shëndosha të tregut të punës dhe migracionit, integrimi forcon perspektivat afatgjata të rritjes, por mund thellojë mungesat afat-shkurtra dhe afat-mesme të fuqisë punëtore. Ky realitet nënvizon rëndësinë e strategjive gjithëpërfshirëse qeveritare për migracionin, arsimin dhe reformën e tregut të punës. Demografia përfaqëson një forcë të fuqishme ekonomike dhe nuk duhet të trajtohet si një fenomen që vetë shërohet. Gjatë dekadës së fundit, Ballkani Perëndimor ka përjetuar zhvendosje strukturore në aspektin demografik, të pasqyruara në norma më të ulta të lindshmërisë, lakjen e popullsisë dhe emigracionin e qëndrueshëm drejt vendeve të zhvilluara. Këto prirje kanë rikonfiguruar për masat, për bërjen dhe aftësitë e fuqisë sonë punëtore. Rastet e Shqipërisë dhe Kosovës përfaqësojnë dy shembuj domethënës. Të dhënat empirike dëshmojnë se emigracioni nga Shqipëria ka qenë i madh dhe i larmishëm në një mas të tillë që ndikon ndjeshëm ofertën e brendshme të tregut të punës. Për Shqipërinë, të dhënat e fundit të censusit konfirmojnë ndryshime të rëndësishme në strukturën e popullatës në moshë të aftë për punë. Studimet tona sugjerojnë se këto prirje demografike kanë sjellë ndryshime në shkallën e pjesëmarrjes në forcën e punës, në paga, si dhe në normat e interesit në afatgjat, me implikime të qarta për inflacionin dhe vëmendarinë e Bankës Qendrore. Në Shqipëri, si rezultat i kushteve të favorshme të kursit të këmbimit dhe qëndrimeve të dukura të politikës monetare, inflacioni qëndron pranë objektivit të Bankës Qendrore. Megjithatë, në harkun kohor afatmesëm apo afatgjat, ndryshimet strukturore në tregun e punës mund të shkaktojnë presione inflacioniste. Deficiti strukturor i vazhdueshëm i fuqisë punëtore, i shoqëruar me plakjen e popullsisë, emigracionin dhe mospërputhjen e aftësive, mund të shkaktojë rritje të pakthyeshme të pagave, veçanërisht nëse nuk shoqërohet edhe me rritje të produktivitetit. Në afatgjat, këto dinamika demografike ushtrojnë presion duke kufizuar kapacitetin e politikës monetare për të stimuluar aktivitetin ekonomik. Adresimi këtyre sfidave kërkon koordinim të politikave ekonomike e sociale, pasi natyrshëm politika monetare nuk mund të korrigjojë çekuilibrat demografike strukturore e vetë. Ndaj lejoni ta përmbyll këtë fjalë me 3 fusha që duhet na tërheqin vëmendjen. Së pari, në planin e politikave publike duhet synuar një qasje e integruar që koordinon politikat e veçanta të migracionit, arsimit, stimujve fiskal dhe reformave në tregun e punës. Së dyti, në fushën akademike dhe kërkimore, është e qartë nevoja për thellim dhe përmirësim të studimeve empirike mbi ndikimet që ndryshimet demografike kanë mbi pagat, produktivitetin dhe inflacionin. Dhe së treti, në fushat e veprimit të aktorëve ekonomik dhe shoqërisë civile, bashkëpunimi me sektorin publik duhet ishte me vlerë për të mbështetur një treg pune më dinamik dhe gjithëpërfshirës. Ndryshimet demografike nuk duhet perceptohen si fat i paracaktuar, por si sfida te kalimi të cilave kërkon objektiva të qartë, politikbërje mbështetur në shifra dhe bashkëpunim ndërinstitucional e ndërkufitar. Banka Qendrore do të vijojë të monitorojë rreziqet, të modelojë skenar dhe të zbatojë politikën monetare për të ruajtur stabilitetin makroekonomik. Megjithatë, zgjidhjet përfundimtare shtrihen përtej bilancit të një banke qendrore.
Ato varen nga cilësia e arsimit, mirëorganizimi i tregjeve të punës, ardhimi politikave të përshtatshme që mbajnë talentet brenda vendit, bëjnë më tërheqës tregut vendas të punës dhe nxisin kthimin e migrantëve që mund të kontribuojnë në mirëqenien tonë të përbashkët. Shumë faleminderit për vëmendjen tuaj dhe ju uroj punime sa më frutëdhënëse të kësaj konference kaq të ngjashme. Faleminderit. Siç është organizuar edhe në program, konferenca do t'i vazhdojë punimet në sesionin e parë, tani direkt pas zhvillimit të këtij sesioni të përshëndetjeve. Kështu që ju lutem qëndroni domethënë këtu dhe duke falendëruar Presidentin e Republikës për pjesëmarrjen dhe përshëndetjen e tij në këtë konferencë, ministren, guvernatorin dhe të gjithë të tjerët. Më lejoni që të përcjellim ata dhe të zënë vendet në panelin e parë. Zoti Volker Trajkë, Zort Darvas, Profesor Ulliam, akademik Isa Mustafa, Profesor Adrian Civici,